kundër balancë, që mos ta lejoj kryeministrin të abuzoj me pushtetin e tij. Dhe sot tu kemi arritur, nuk u morën konsiderat. Kam folur për reformën territoriale. I kam thënë Lulzim Bashës që po bën gabim që po ikën nga reforma territoriale. Ne kemi interes ta adresojmë shqetësimet tona. Së treti kam folur për djegjen e mandateve. Kam qenë kundër djegjes mandateve. Kam folur jo vetëm me Lulzim Bashën, kam folur me Monika Kryemadhin, me Fatmir Mediun, me Nart Ndogën, me Dash Ein. Ju mund ta pyesni. Në këtë studio tek Report TV-ja, Monika është shprehur në një bisedë që kemi pasur që në vend që dëgjonja ty që me 10 herë më the mos i diq mandatet, shkova dhe dëgjova Lulzim Bashën dhe ajo kohës kthehet më. I doja. Njëkohësisht kam folur në grup parlamentar dhe me shkrim zotit Berisha për rezervat që unë kam pasur për rithemelimin, për mënyrën se si po zhvilloheshin ngjarjet. Te rithemelimi e kam. Ju ishit ndër të parë që u bashkuat me rithemelimin. Edhe diçka. Nuk jam borxhli ndaj askujt. Mendimet e mia i kam thënë, nuk ju kam pëlqyer, ndoshta kjo ishte edhe arsyeja që ju përjashtuan. Më nxorën, pasi sjellja në periudhën kur u bën përgatitjet për zgjedhjet e 2025-s, mendoj që ishte në mungesë të respektit dhe dinjitetit tim për kontributin 35 vjeçar. Dhe këtu do ta mbyll dhe nuk do të vazhdoj më për fatin tim politik dhe personal, sepse mendoj që nuk ka asnjë interes nga qytetarët që dëgjojnë gjëra të tilla. Po, profesor, ju për shembull që jeni më i drejtë për drejtë. Tani, ju nuk është se në lista, për shembull, nuk ju futi kryesia. Ju e dini kush e ka bërë listën tani. Unë e thash se si e karakterizoi sjelljen në periudhën kur u finalizuan gjërat për zgjedhjet e vitit 2025. Nuk dua ty më shumë se jo vetëm nuk ka interes, po... Pra, ju bashkuat rithemelimit ndër të parët, madje dhe u përjashtuat në atë kohë nga Partia Demokratike e Dikushme. Pas një kohë reflektimi, rithemelimi ishte vërtet siç e kishte emrin apo jo? Rithemelimi u nis për të bërë disa ndryshime themelore në sjelljen e Partisë Demokratike, nisur nga eksperienca që patëm me zotin Basha, disa për cilave ishin respektimi i statutit të Partisë Demokratike, dhënia dorëheqje kur humbet zgjedhjet, qoftë edhe një palë zgjedhje, vendore apo të përgjithshme, pak rëndësi ka, meritokracia, e cila do ta gjete shprehjen e saj nëpërmjet primareve. Faktet treguan që shumë prej atyre të cilët dolën shumë mirë në primare, një prej cilëve kam qenë edhe vet, pasi kam dalë dytë në grupin parlamentar, në gjithë grupin parlamentar, këto nuk u respektuan, meritokracia nuk u respektua. Përjedhoi ato që u pretenduan që do të zbatonte rithemelimi, u lan rrugës dhe sot jemi në të njëjtën gjendje si... Dakor, pyetja drejt për drejt është që zoti Berisha krijoi një grup të tim parlamentar dhe prandaj i flaku primaret. Unë eksaktësisht të po them, primaret nuk u respektuan. Vullneti i antarësisë, sikurse pretenduam ne që do të sillte rithemelimi, do t'ja kalonin vullnetin nga kryesia, kryetari, Këshilli Kombëtar do ta kalonim tek antarësia, në fakt nuk ndodhi kështu. Ndodhi e kundërta.